Tani, në një reality show të papriturat ndodhin, incidentet të tilla ndodhin, edhe pa diskutim që edhe pse ke patur kujdesin e menjëhershëm të stafit, të mjekëve, ajo që pastaj pak më vonë, kur ftohen gjërat dhe shikohen më nga jashtë, vlen të përmendet dhe të theksohet është se kjo është një lojë, kjo është një garë, ku në një farë mënyre të gjithë ju jeni konkurrent barabartë. Pa diskutim. Dhe dy nga elementet kryesor të fermës, ju e dini që janë pikë së pari sfidat dhe së dyti janë punët në stalla dhe në sera, pra bashkëjetesa me kafshët dhe kujdesi për të mbjellat, të korrat, bimët. Pavarësisht dashurisë së publikut, këto të dyja janë shumë të rëndësishme. E në këtë kuptim, Indri do të jetë i kufizuar pikë së pari nga sfidat fizike dhe ndoshta pastaj edhe nga punët në stalla dhe në sera. Për këtë arsye, Aga i kërkon se cilit prej jush të na thotë sonte nëse, sipas jush, është e drejtë që Indri të vazhdoj garën apo jo. Unë do t'i pyes të gjithë, duke nisur nga Visi. Po, është e drejtë të ri dhe të vazhdoj. Okej. Do pyes Sarën. Patjetër që po. Indri është një ndër fermerët që aktivizohet më shumë edhe është më i përfshirë, kështu që një javë edhe sa të doj Indri, patjetër. Një javë dhe sa të doj Indri. Pra, për të sqaruar, nuk e dim se kur rekuperohet Indri, ja? Unë marë për sipër që të bëj të gjitha punët që Indri duhet i bënte këtu. Okej, në rregull. Mirë, do pyes Romirin. Mbrëma Arbana. Mirë mbrëma. Nuk e se është diçka e lehtë ajo që po kalon Indri. Gjithatë, pa diskutim edhe unë jam pro dhe shpresoj që të rikuperohet sa më shpejt, më shumë jo për lojën se sa për shëndetin e tij. Në rregull. Atëherë deri tani janë 3 pro. Ecim mëtej. Do pyesim një tjetër fermer, dua të pyes Blerinën. Mirëmbrëma Arbana. Mirëmbrëma. Po, patjetër, dhe për mua Indri duhet të qëndrohet për kontributin që ka dhënë deri tani nga punët në fermë deri në komunitetin e fermës ku po jetojnë. Kështu që shërim të shpejt. Okej. Zhak. Po, patjetër, mendoj që Indri duhet vazhdoj edhe në këto kushte, ne do ta ndihmojmë që ai të jetë shumë i lumtur, ta bëj punën nga kolltuku. Na japi urdhra si të ketë qef, edhe një 7-8 zëvendës 9 drejtora të vetëshpallur i katashmë, të gjithë bëjnë si shefa dhe i këshillojnë Indrit si ta bëj punën e tij nga kolltuku me këmbë dështrirë mbi puf, por që do patjetër që Indri duhet vazhdoj. Në rregull. Çfarë mendon Kostana? Mendoj që duhet vazhdoj, do paktën duhet patjetër dhënë një shans për të parë edhe rikuperimin e tij, po ndoshta gjendet një formulë për sfidat, nuk e di si mund të gjendet një formulë ndërmjetësimi me Agajin dhe me banorët, edhe unë jam shumë e gatshme të mbuloj ato sektor që do të jetë i pamundur Indri për t'i mbuluar, kështu që miratimin tim të plot. Henry? Patjetër që po, i uroj Indrit shërim sa më të shpejt. Me qenë se Sara mori përsipër punët e Indrit në stallë, besoj se është perë deri këtu. Okej, në rregull. Soni. Kur e pyeta dje Indrin si u gjend në spital, tha them të drejtën, me zor përprisja të vija në fermë sepse për mua realiteti jashtë tashmë sikur nuk më përket, me zor pres të kthehem në fermë, kështu që patjetër Indri duhet qëndroj, e do shumë fermën, ka qenë ndër të parët që ka hyrë, edhe ne gjithë do e ndihmojmë edhe shërim sa më të shpejt. Okej. Ka mbetur Iliri. Ilir. Po, kjo gjë mund t'i kishte ndodhur çdo kujt prej nesh. Fati keq që i ndodhi një prej personave që ka më shumë vullnet tu brenda, kështu që unë mendoj që shansi i duhet dhënë i plot.
dhe besoj që Indri, zoti dasht, doja dali. Okej. Mimoza. Mirë mbroma Arbana, mirë mbroma publikut. Pash klipin që sa po dhatë, u impresionova shumë se unë jetoj me një cmur dhe e di se sa kushton ajo rezonanca magnetike që i kanë bërë Indrit dhe dua një duar trokitje për spitalin Hygea që ka asistuar deri në këtë diagnostikim skrupulos, më bëri shumë përshtypje. Nga ana tjetër, ne si ekip i fermës sot bëm zgjedhjet dhe Indri është një javë me imunitet pasi është kryefermeri. Kështu që besoj që do ketë kohë, aq më tepër liri i vuri Jaki. Jakia ja ka qetësuar. Po Jaki quhet, ta përdorim këtë fjalë, se është e bukur. Jaki është me vezë. Me vezësh? Po. Ne përdorim dhe për qep me kryp. Qep me kryp. Po. Dhe i avuri qepën me kryp dhe besoj se nuk ka dhimbje më dhe në qoftë se ai do ta mbaj sistematikisht dhe do ta ndroj atë, unë kam shpresë që shërohet. Okej. Dhe nuk e di nëse duhet ta bëj këtë pyetje për Vanesën. Po sigurisht që po. Përpos të gjithave, Indri jep 150% të vetes në çdo sfidë, në çdo punë që merr përsipër, edhe e dija që do ishte po për të gjithë, se të gjithë e kanë parë, këtë gjë e ka dëshmuar. Okej. Atëherë, Indri? Ruajte si ëmbëlsirën në fund, E ruajtja si në ëmbëlsirën në fund, Vanesa, edhe sepse nuk isha pik dyshimi që do kishte këtë përgjigje, se e pash kur erdhi Indri që i tha diçka të tipit shqyqyr që u smure, se nuk do kesh nga më të ikësh kur të dua të puthë. I thash tani të ikën do të më për në fund. Bujon, Arbana, bujon nuk e pyte, ujakën. Ujaka, pa im, më falj, e meritoj të ma hekësh follovin që të harova. Një Arbon. Ndingo, të lutem, moje Indrin këtu. I tu. I tash. Jemi. Atëherë Indri vazhdon garën, të shohim se si do të shkojë. Dua të saktoj diçka në lidhje me Indrin. Indri, përveç kësaj jave që është kryefermer, normalisht, si të gjithë ju, është i nominueshëm. Në rast se ai do të vlerësoj, do të gjykoj se sfidën nuk e bën dot, Indri do të shkojë direkt në televotim. Okej? Kjo është